Okej. Ne po futemi dal nga dal, zonja dhe zotrinj, në pjesën e fundit të programit dhe si gjithmonë i lëm vendin në artit edhe kulturës, por ne do të flasim pas pak për përkthimin, për këtë profesion kaq të nderuar i cili për fatin e mirë dhe të keq po sfidohet si shumë profesione të tjera nga teknologjia dhe nga inteligjenca artificiale. Flasim pas pak, pikërisht për përkthimin. Përkthimi nuk është thjesht një akt gjuhësor, ai është një art, një mision për të sjellë kuptimin, ndjesinë dhe thelbin e fjalës përtej kufive të saj. Fal përkthyesve, letërsia udhëton, dijet shpërndahen dhe zemrat kuptohen, pavarësisht gjuhës që flasin. Sot në mbar botën festohet Dita Ndërkombëtare e Përkthimit, një datë për të nderuar figurën e përkthyesit dhe rolin jetik që ai luan në ndërlidhjen e njerëzimit. Kjo ditë kishte nisur të festohej nga Federata Ndërkombëtare e Përkthimit që nga viti 1953. Në një kohë ku informacioni udhëton me shpejtësinë e dritës dhe ku fitë gjeografike kulturore zbehen për ditë, përkthyesit janë ata që i japin kuptim këtij komunikimi global. Ata janë zëri i autorëve që s'mund të dëgjohen, dora e shkrimtarëve që nuk mund të lexohen, ndërmjetësit e heshtur mes kulturave, ideve dhe njerëzve që flasin gjuhë të ndryshme, por ndajnë ndjeshmëri të përbashkëta. Jemi rikthyer me pjesën e fundit të emisionit, ku dy rubrikat e sotme që i dedikohen kulturës zakonisht, do të dedikojmë në fakt përkthimit dhe letrave shqipe. Për arsye se është e rëndësishme që në ditën ndërkombëtare të përkthimit që shënohet sot, të flasim pak për letrat, për librat, për përkthimin, për gjuhën tonë të bukur shqipe. Dhe në fakt jemi të nderuar që kemi në studio një nga përkthyesët e njohur të Shqipërisë, zotin Sokol Çunga, i cili ju uroj mirëmëngjes dhe mirëseardhje në programin tonë. Dhe ndërsa bëhem gati të bëj pyetjen e parë, dua t'ju sjell në vëmendje të nderuar televizionistë një thënie të madhit Vedat Kokona, i cili thoshte çfarë është në fakt përkthimi, përkufizimi sipas tij. Është një përpjekje për të treguar me fjalë në gjuhën tonë anëtare se çfarë është dashuria, çfarë është bukuria, çfarë është jeta. Dhe në fakt dhe më pas për ta sjellë gjuhën shqipe dhe vazhdimsinë e këtyre fjalive. Në fakt çfarë është jeta? Çfarë është bukuria dhe dashuria që vjen në gjuhën tonë nga gjuhët e tjera të huaj? Një pasuri e tërë, një univers më vete, i cili duket se e vë në sfidë përkthyesin që ashtu në vetminë e botës së gërmave të shkronjave të letrave që shkruan, duhet sjell sa më mirë nga gjuhët e tjera kulturën e vendeve të tjera. Kështu që Sokol, nuk e di si përballesh ti me përkthimin sot, sepse je një përkthyes i njohur dhe ke eksploruar në përvojën tënde profesionale shpesh herë vetëm letrat dhe letërsinë artistike, por dhe historinë mes tyre, apo jo? Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për këto fjalë komplimentuese. Përpiqem të jem në këtë nivel të fjalëve tuaja, për cilat ju falenderoj. Përballja vjen gjithmonë pak e nga pak, nuk vjen asnjëherë si një vërshim që të përmbyt. Rruga e përkthimit duhet të jetë është një praktik ndër të tjera, nuk është vetëm njohuri, nuk është vetëm dije, arsim, është edhe praktik. Duhet të fillohet të zotërohet dhe ngadalë, sikundër vrapusit apo pak më parë kishim rubrikën e sportit. Nuk mund të dalin në fush pa bërë nxemjen më përpara, ndryshe do kemë probleme shëndetësore, duhet edhe përkthyesi që mos ketë probleme ai dhe të tjerët që lexojnë përkthimet e tij, duhet të stërviten. Këtë rrugë kam ndjekur dhe unë. Është qartë, dhe cila është sfida jote më e madhe në këtë rast? Pasuria e gjuhës së shqipe që ti zotron për ta sjellë sa më bukur dhe sa më shqip dimensionin e gjuhës së huaj që ti na sjell nëpërmjet letrave dhe apo librave historik. Njëra anë është ana praktike, puna me tekstet, dhe ana tjetër është informacioni. Leximi i sa më shumë teksteve, të cilat japin të pasurojnë fjalorin personal, pasurojnë frazeologjinë, pasurojnë nga ana tjetër dhe bot kuptimin. Aftësinë e përkthyesit si lexues për të kuptuar sa më shumë dhe në detaje sa më të holla. Në fakt, unë përmenda pak më herët, Sokol, që sfidat më të mëdha të momentit për të gjithë, jo vetëm për përkthimin, janë epoka teknologjisë ku po jetojmë dhe fakti që shumë kush sot zgjedh në mënyrën e shkurtër, ndoshta pa u thelluar shumë për atë se çfarë do të arrijë. Sa e ndjen këtë ndikim të teknologjisë në fushën e përkthimit, sepse është diçka që duam apo s'duam edhe ne her pas here për shkak të ritmit të ditës, dinamikave që kemi, nxitojmë, diçka e marrim me Google Translate apo me një inteligjencë artificiale. Gjithmonë pra punojmë për të marrë këtë përgjigjen e shpejtë. Por nga pas është arti i të ndalurit dhe të gjeturit të përkthimit apo të përshtatjes në formën më të mirë të mundshme të një fjale huaj.
Arsye pse u krijua inteligjenca artificiale, jo vetëm për përkthimin, por në përgjithësi për çdo fushë tjetër në cilën përdoret inteligjenca artificiale, është shkurtimi i kostove, zvoglimi i kostove në tregun e një biznesi, e një veprimtarie dhe shtimi i fitimit. Kësaj edhe në fushën e përkthimit, teksa shohim zhvillimin e inteligjencës artificiale, kjo nuk bëhet për arsye artistike, bëhet për arsye biznesi, arsye fitimi. Komerciale, është gjithmonë komercializmi. Nëse vi në rastin e Shqipës dhe në rastin e Shqipërisë, inteligjenca artificiale përdoret ende në nivele minimale, nivele shumë të papërfillshme tashmë, sepse nuk kemi një gjuhë me një treg të madh edhe të gjerë. Kjo vlen edhe për librin e shtypur, kjo vlen edhe për tekstet e përkthyera në mënyrë njerëzore apo dhe nga inteligjenca artificiale. Nuk e ndjejmë ende, ose të paktën unë nuk e ndjej. Unë merr me përkthimin letrar, përkthimi i cili ende nuk e ka luksin ose fatkeqësinë të bëhet të kryhet përmes inteligjencës artificiale. Është e vështirë që të gjej kuptimin e vërtet dhe të saktë të duhurin të një shprehje apo të një fjale apo. Kuptimi është ngjyrimi, është gjithçka që nuk kupton gjuhë me të gjitha mënyrat tona të folurit dhe me gjithë nën tekstet dhe nën tekstet e të komunikuarit. Nuk është e lehtë ende. Është struktura e gjuhës së brenda dhe gramatikës. Inteligjenca artificiale duke e patur domosdoshme pasurimin e hardware-it edhe software-it me informacion, pra me tekste, e bën të vështirë në rastin e Shqipës, sepse mirëfilli nuk kemi mjaftueshëm tekste të shkruara dhe tekste që ekzistojnë në më shumë se një gjuhë, të cilat mund të ushqehen, me cilat mund të mbushet kujtesa e software-it, në mënyrë që të na japi një përkthim. Ende ky është një proces pak i vështirë me Shqipën dhe nuk e di a do arrijë ndonjëherë në majat më të larta të saktësisë, sepse është krejt teknike. Dhe nga ana tjetër nuk i kemi aq tekste sa i duhen mekanizmit, sa i duhen makinerisë për të funksionuar. Po ne në fakt tani po bëhemi shumë kurioztar në fakt të dimë edhe për karrierën tënde, për punën tënde. Pra, ke kaq vite që përkthen dhe a mund të të pyes njëherë se sa libra ke përkthyer? Diku 16 ose 17, haroj numrin, duhet ta saktësoj. Cili ka qenë më sfiduesi? Jo më shumë se 18. Cili ka qenë më sfiduesi? Librat nga letërsia klasike greke. Letërsia klasike greke. Për shkak të vështirësisë së gjuhës, besoj. Për shkak të vështirësisë së gjuhës, është një gjuhë e cila nuk është gjuhë e përditshme. Është një gjuhë e cila është vetëm e librave, nuk është e gjuhës së përditshme, teksa në greqishte bashkëkohore apo në anglisht të gjithë komunikojmë dhe flasim. Nuk është e njëjta gjë me një gjuhë e cila nuk flitet më, por gjendet vetëm në formë të shkruar. Po ja ta tregojmë pak të për publikun, si është një ditë pune e Sokolit? Pra, sa orë të duhet për të përfunduar X faqe, apo çfarë mban atje? Mban ato librat e përkthimit në libraritë tuaja, po fjalorët, enciklopedik. Po e shpresoja që do ma bëni të pyetje sepse në fillim duhet të shpjegojmë diçka tjetër. Dita e një përkthyesi nuk fillon me përkthimin. Dita e një përkthyesi fillon me një orar zyrtar. Asnjë nga përkthyesit nuk e ka luksin të punojë vetëm me përkthimin dhe të jetojë vetëm me përkthimin. Paktën përkthyesi letrar, edhe përkthyesit ligjor, përkthyesit zyrtar, edhe ata, jo gjithmonë u mjafton puna e muajit për të siguruar të ardhurat mujore të domosdoshme. Nuk po flas për luksin, por po flas për domosdoshme. Të ardhurat të domosdoshme për të përballuar. Dita e përkthyesit në rastin tim fillon me shkuarjen në institucionin ku punoj në drejtorinë e përgjithshme të arkivave. Puna ime e ditës është jam arkivist. Megjithatë janë dhe pas kësaj pune fillon puna e duhet të di vetëm për librin, pra një libër, fjala vjen, merr një X libër në dorë. Sa kohë duhet që ti ta përfundosh nga fillimi deri në fund? Librin e vështirë, atë më sfiduesin që... Një libër i vështirë do afërsisht një ditë për të përkthyer 2 apo 3 faqe. Një ditë për të përkthyer 2 apo 3 faqe, në mënyrë që të dali një përkthim cilësor. Dhe një ditë punë në përkthim nuk mund të shkojë më shumë se 4 apo 5 orë, maksimumi 5 orë. Është një punë e lodhshme dhe fillon humbet vëmendja, humbet përqendrimi, humbet aftësia për të qenë efikas. Ai është çasti kur për të nxjerrë më të mirë. Nëse nuk kemi një deadline, nëse nuk kemi një tension të jashtëzakonshëm, afati i fundit kur libri duhet të dorëzohet, po ndërkohë jemi dhe njerëz dhe nuk kemi fuqi të mbinatyrshme. Po ndërkohë përballemi sot, siç e përmendëm pak më herët, me një fenomen i cili është gjerësisht dhe në masë, kur njerëzit drejtohen për shkak se gjuha shqipe është tani pjesë e platformës së Google Translate, i drejtohen në Google Translate për përkthime dhe jo shpesh dhe jo pak herë dhe raste, më falni, jemi ndeshur me botime dhe me përkthime shumë pak cilësore, të cilat e sillin në gjuhën shqipe në një mënyrë të drunjt, pa dashuri, pa emocion brenda. Ka ardhur momenti që përkthimi ta dallojë veten në mënyrë cilësore janë përmjet përkthyesve si puna jote apo të tjerëve, të cilët kanë një stof
dhe që duhet në një farë kuptimi ta diktojnë pak tregun për t'i dhënë lexuesve atë që është gjuha më e mirë shqipe, se ndërkohë që ti përkthen dhe më sjell një libër nga një gjuhë huaj, edhe duhet jesh i kujdesshëm dhe ta njohësh mirë strukturën e gramatikës së gjuhës shqipe, apo jo, të morfologjisë e gjithçka më radh. Kjo ishte një nga motot e ditës ndërkombëtare të përkthimit të ditës së sotshme, të përdorin teknologjinë, por me etik dhe me kujdes. Letërsia e përkthyer me inteligjencë artificiale në gjuhën shqipe është ende në fazat e foshës, nuk është e zhvilluar, kështu që nuk është mënyra ideale për të përkthyer. Është mënyra më e gabuar për të përkthyer. Ndërkohë, mos harrojmë dhe një pjesë tjetër. Përkthimi nuk është vetëm letërsi. Përkthimi është edhe tekste ligjore, edhe përkthime teknike. Në këto nivele, inteligjenca artificiale, ndoshta jo platforma Google, po programe të tjera më të sofistikuara, të cilat janë krijuar enkas për të punuar me përkthimin, japin një rezultat shumë më pranë përkthimit të drejtë. Por duhet kemi gjithmonë parasysh, edhe inteligjencën artificiale duhet ta kontrolloj inteligjenca njerëzore. Asnjë tekst në fund nuk mund të dalë, nuk mund të jetë i përdorshëm pa patur mbikëqyrjen njerëzore. Redaktori, na i vendi redaktorit të përkthimit. Përkthësi duhet ta shohë, sigurisht redaktori i përkthimit që e kontrollon në fund fare. Përkthësi thjesht se makineria, inteligjenca artificiale, software-i nuk ka përgjegjësi ligjore, nuk ka ndjeshmëri edhe nuk ka bot kuptim. Nuk funksionon në formën si funksionon njeriu. Në fund fare mbetet janë dy, ligji i shkruar dhe ligji i pashkruar. Ligji, përgjegjësia ligjore përballë ligjit të vendit ku jetojmë, dhe ana tjetër ajo që zakonisht e harrojmë, ligji i etikës, kodi etik i përkthyesit. Sikundër çdo profesion tjetër, sikundër urdhri i mjekut ka betimin e Hipokratit, në përkthim kemi një kod etik të përkthimit, qoftë përkthimit teknik, qoftë përkthimit letrar. Për këta përkthyes të rinj që janë në treg sot, cila do të ishte këshilla jote? Pra kur thua duhet përdorur me kujdes dhe me etik edhe teknologjia dhe inteligjenca artificiale, në ç'formë formë bëhet, në ç'mënyrë? Duke mos i besuar në mënyrë të verbër mekanizmit, software-it, duke qenë i aftë në fillim të përkthesh vetë, dhe pasi je i sigurt se mundesh të përkthesh, atëherë mund të punosh dhe me inteligjencë artificiale. A mund të përkthej çdo kush sot? Fatkeqësisht jo. Mendohet në atë të përditshmen që shohim rreth e qarknesh, krijohet ideja sikur cili do që di një gjuhë të huaj veç shqipes është në gjendje të përkthej. Nuk funksionon kështu. Nevojiten ca informacione gjuhësore shumë specifike, shumë të specializuara, të cilat nuk mund të ketë një folës i zakonshëm, edhe sikur dikush të ketë studiuar në njërin prej vendeve gjuhën e cilit flet, nuk është e mjaftueshme për të përkthyer. Nevojiten informacione të dy gjuhëve. Dhe zakonisht përkthyesit janë në gjendje të përkthejnë nga më shumë se dy gjuhë, zakonisht nga më shumë se një gjuhë. Zakonisht përkthejnë nga dy gjuhë e sipër. Që do thotë ti nuk ke idenë vetëm të dy gjuhëve mes të cilave përkthejnë, por edhe të një gjuhë të tretë për të patur një botkuptim më të gjerë të mekanizmave gjuhësore, të mekanizmave kulturore, të gjithë shtrezimeve, sa teknike gjuhësore dhe sa kulturore, edhe më tej pastaj emocionale e kështu me radhë. Sigurisht, se kur bëhet fjalë për përkthimin dhe lëmin e përkthimit, nuk është të thjeshtë ajo që ti the në mënyrë teknike, mekanike dhe të saktë, gramatikore të sjellësh edhe gjuhën të përkthyer nga një libër në një gjuhë të huaj, por edhe për të kuptuar pak kontekstin e kohës, pra do të thotë që përkthyesi e ka të nevojshme një kulturë të përgjithshme, qoftë në lëmin e historisë, qoftë në fusha të tjera për cilat ai përkthen, për ta sjellë librin sa më pranë lexuesit, të kesh aftësinë që ashtu siç thua ti nga greqishtja e vjetër, të më çosh mua si lexues në kontekstin e atyre kohëve, që mbase nuk ta rrok mendja në vrrullin e jetës, në vrrullin e jetës së jetës. Greqishtja e vjetër duhet kemi parasysh dhe historinë e periudhës, historinë e kohës në cilën ka shkruar autori, pse e ka shkruar kështu me radhë, janë shumë shërzime. Është një kompleksitet të gjërash, do të thotë përkthyesi është shumë i përgatitur. Fëmijët sot që përballen me librin në shkolla për shkak të detyrave që kanë për të bërë, dhe po e lëmë janë përpjekjen e tyre të shpeshtë dhe të vazhdueshme për të rënë shkurt dhe për të përkthyer tekste që ju duhen në jetën e tyre të përditshme mësimore nga platforma më elementare e Google Translate. Kur ne komunikojmë në gjuhën tonë të përditshme, ta vret veshin fakti që shumë fjalë të bukura të gjuhës shqipe po humbasin në komunikimin tonë të përditshëm? Ma vret veshin sidomos edhe futja e shumë frazave në gjuhë të tjera si anglisht apo italisht që kemi më të zakonta dhe i hasim kudo përreth, të cilat mund të shmangen dhe të cilat vërtet në një çast caktuar mund të japin krip bisedës, por nga ana tjetër fillojnë dhe paralizojnë aftësinë e folësit për të folur në gjuhën amtare, apo për të folur në atë gjuhë me të cilën ka synon në të ardhmen të merret më gjerë dhe më gjatë.
Po jetojmë në një periudhë varfërimi, jo vetëm të gjuhës, në përgjithësi të shumë shkaje, ato normat morale dhe etike janë në bjerje e sipër, ose kështu kanë qenë gjithmonë edhe kështu na duket ne, po gjithsesi vihet e re, se si ndjenja e përgjegjshmërisë dhe ndjenja e etikës është gjithmonë më tepër duke u bjerë. Kur vim tek fëmijët, ata janë thjesht reflektimi i botës së të rriturve. Botës së shpejtësisë. Cilët janë, kush është përgjegjës për këtë vakumin e leksikut, pra për këtë mungesën e të shprehurit me fjalët e bukura që shqipja ka dhe që për fat mirë ne gëzohemi kur i gjejmë në për faqe librash të ndryshëm që dedikuar tek përkthimi mirë. Në një kohë tjetër do thoshim institucionet, por në realitetin e sotshëm fatmirësisht nuk janë institucionet përgjegjëse, janë vetë folësit. Vetë shoqëria, grupi i njerëzve të cilët përdorin gjuhën. Në një kohë të caktuar kanë folur në një formë tjetër, sot flasin në këtë formë siç flasin. E kuptoj. Dhe pyetjen e fundit e kam, çfarë keni dorë aktualisht? Çfarë i duke përkthyer në këto momente? 2 vepra nga letërsia klasike greke. Sërish te klasike greke. Nëse mund të të pyes edhe unë për një kuriozitet. Po. Okej, përkthimi që i bëjmë ne librave tuaj, po shqipja përkthehet mirë në gjuhë të tjera? Nuk e kam lexuar. Nuk e ka lëvruar. Sepse më kam mjaftuar leximin në shqip, ende se kam bërë këtë eksperiment. Mund të kem lexuar fragmente dhe më kam pëlqyer. Mendoj që mund të jetë edhe shqipja e vështirë për t'u përkthyer për përkthyesit e tuaj. Çdo përkthim ka problemet e veta dhe shqipja patjetër që ka është e vështirë për përkthyer. Por është një gjuhë e pasur. Një gjuhë e vjetër indo-europiane, një gjuhë për cilën kemi fat që e kemi deri në ditët tona sot në këtë mënyrë dhe siç po përpiqemi ta ruajmë dhe ta konservojmë dhe radio televizioni shqiptar shpeshherë kthehet mbrojtjes së gjuhës shqipe nëpërmjet programeve të veta edukuese, siç ishte edhe kjo rubrikë në këto momente për të folur për përkthimin në ditën ndërkombëtare dhe pas pak me një grup shkrimtarësh dhe poetësh që përfaqësuan fjalën shqipe në një festival ndërkombëtar në Milano të Italisë. Fjala fest, faleminderit. Përpara se ta mbyllim, le të urojmë të gjithë përkthyesit të gëzuar ditën ndërkombëtare të përkthimit dhe të mos harrojmë për punën e tyre të palodhur, të mos harrojmë, të urojmë të vdekurit, të urojmë të gjallët, por të mos harrojmë dhe ata që bëjnë përkthime teknike dhe jo letrare. Përkthime ligjore dhe teknike janë të domosdoshëm përveç përkthyesve letrar, dhe zakonisht bie fokusi dhe drita e vëmendjes mbi përkthyesin letrar, janë edhe një grup shumë më i madh përkthyesish teknik, të cilët mbajnë një barr tjetër. Mbajnë një barr që zakonisht nuk e shohim, është e padukshme. E shohim vetëm ata që merren me punë burokratike administrative apo me biznese. Duhet mos i harrojmë tek këta. Sigurisht, faleminderit të gjithë përkthyesve në ditën e tyre ndërkombëtare të përkthimit për kontributin e shquar të jashtëzakonshëm që është dhënë ndër shekuj dhe që vazhdon dhe jepet në ditët që ne jetojmë. Sokol Çunga, faleminderit, mësuesit tuaj, dhe të urojmë punë të mbar. Vinë tani 3 nga shkrimtarët që ja ishin pjesë e Fjala Fest, festivalit që është zhvilluar në Milano të Italisë, vetëm pas pak qëndroni këtu sepse dhe kthehemi ndrojmë panelin.